E Rozeta Hajdari shkon e blen grur përmes një kompanije turke, nuk e ke siguru bukën e motmotit. Nuk përkon koha e rezultateve të para me kohën kur i referohesh Rozeta Hajdarit. Pse keni deklaru kur keni importu? Në anën tjetër e ki qeverinë e juaj që keni deklaruar që keni siguru bukën e motmotit, e sa po theti që nuk është e vërtet, sepse nëse është rrit vetëm 40%. E Rozeta Hajdari shkon e blen grur përmes një kompanije turke, e nuk blen grur në Kosovë për rezerva shtetërore, pra ti nuk e ke siguru bukën e motmotit. Pra thash edhe një herë, po të arsyetoj sepse nuk është fushë që e ke mbulu përkundër faktit që je propozuar për ministrin e bujqësisë. Shikoj, unë besoj që Zot Mustafa e din që këtu rezultatet nuk është që prodhohen brenda muajsh, marr parasysh që do të cikli minimalisht 2 vjet për të parë rezultatet e para. E i keni pas 2 ciklet rrjedhimisht nuk përkon koha e rezultateve të para me kohën kur i referohesh Rozeta Hajdarit. Unë mendoj që ti e din shumë mirë që kjo nuk ka lidhje, po e bën intereson. Unë besoj që deklaratë që keni siguru, nëse se keni siguru. Në këtë sferë, unë besoj. Jo ti po më akuzon mua për deklaratë. Unë po të pyes, pse ka qeveria jote deklaratë që keni siguru bukën e motmotit, kur del edhe blen grur pej Turqisë. Unë e konsideroj një nga personat që ke pas më shumë informacion, me mas shumë të përgatitje, dhe këtu pres nga ti që diskutohet mbi baza të inputeve kryesisht bujqësore dhe rendimentet që ne duhet i marrë dhe përfitus pa e degradu domon debatin në elemente tjera. Sa i degradu kur ka deklaruar qeveria jote që kemi siguru bukën e motmotit, kur në anën tjetër keni importu grur. Veç këtë pyetje e bona. Pse keni deklaruar kur keni importu? Shikoj, tash tek kjo pjesa e importit se Kosova mjerisht ende nuk i plotson këtë nevojat me grur. Edhe mjerisht ende importon, ajo çfarë është e rëndësishme është që nuk importohet nga ato vende të cilat përpara na kanë shit gruan për krunët, na kanë shit për gruan. Ajo nuk po mendoj sepse ne kemi kaluar dhe ligje sa i përket sigurisë bimëve edhe farave, që është shumë është rëndësi, edhe kjo ka qenë këtë funksion. E dyta që është rëndësishme, ai importi po referohesh i fazës së janarit ose shkurtit të vitit 2022 dhe nuk përkon me importet që ne i kemi bërë ose sektori privat i bën. Sa i përket grurit. Unë po bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Nuk e kam me ty, e kam me aktorët e atij sektori. Dalin dhe deklarojnë që kemi siguru bukën e motmotit, njëkohësisht importoni për rezerva shtetërore, pra për nevojë për ditë e zeza të këtij vendi, kur ka nevojë populli për bukë e mielli e grur, ju dilni dhe importoni. Këto dy deklarata, kjo deklaratë dhe ky veprim nuk përputhen njëra me tjetrën armend, kaq që kisha unë.